Shuajbi a.s. ka qenë shumë afër popullit të Lutit a.s. për cilën kemi folur më herët dhe për çudirat e tyre. Në këtë aspekt i bie që Shuajbi a.s. pra ka jetuar gjeografikisht afër Lutit a.s. Dikush ndoshta kur ka menduar se Shuajbi po përmendet fill pas Lutit, ndoshta është aspekti i gjeografisë. Disa thonë edhe aspekti i historisë është. Në kuptimin pra, edhe ka jetuar afër atij vendi që ishte dënuar pra të populli të vendi Sedum në Jordani të sotme, ku është deti i vdekur. Mirë po, edhe në kontekstin historik nuk është se ky popull ka jetuar shumë vonë ose shumë më vonë nga populli i Lutit a.s. Këta pra gjeografikisht janë gjindur në atë pjesë, në atë vend, e që natyrshëm Shuajbi a.s. do të vije si pejgamber për të udhëzuar ta në rrugën e drejtë dhe të vërtetë. Në rrugën e drejtë dhe të vërtetë, pra është fjala për besimin që do të kuptojmë pak më vonë se çfarë ka pasur nevojë ky popull të udhëzohet dhe të drejtohet. Është interesante të respektuar teleshikues që kemi përmendur dhe prapë do të përmendem, kjo nuk bëhet tepër asnjëherë. Në esencë profetët kanë ardhur për të drejtuar njerëzit në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit. Pra, ata kur kanë bërë thirrje që të adhurohet Allahu i vetëm, të mos i bëhet shok shirk atij, të mos bëhet me te, të mos konsiderohet i papërjetueshëm ahireti, pra të besojmë fuqishëm në ringjallje, të kenë parasysh të gjitha konditat e mirëfillta të besimit dhe të adhurimit të Zotit një i vetëm, i pa fillim dhe i pa fund, e tjera. Mirë po, është interesante që thirrjet e profetëve janë në këto pika, a reagimet kur janë dërguar profetët nuk janë vetëm aspektet e besimit, sikur që ka qenë rasti i Nuhit a.s. Pra ardha e Nuhit pati qenë si rezultat që njerëzit patën devijuar që nga koha e Ademit a.s. me shithit e të tjerë, patën filluar pra që të adhurojnë njerëzit e mirë të gjeneratave të mëhershme që kishin vdekur. Pra t'i adhurojnë edhe varret e tyre, t'i madhrojnë figurat e tyre, deri pra kishin kaluar në shirk. Edhe pse ata esencialisht ishin njerëz shumë të devotshëm, njerëz shumë të mirë. Mirë po, kjo i bie se nuk mund të thuhet dhe nuk mund të imagjinohet se profetët kanë ardhur vetëm si reagim i devijimeve në besim. Përkundrazi, në këtë rast është edhe Shuajbi a.s. Janë përmendur devijime të natyrave të ndryshme, të natyrave edukative, të sjelljes, të moralit, të ekonomisë e tjera, e që ata kanë prish rend dhe për këtë Allahu ka intervenuar dhe ka dërguar profet nga mesi i tyre.